personazhi i Lulit tek Luli dhe Goni Lemes, ti je personazhi i Lulit, është një personazh komik, po themi si e përgatitet veten për këtë rol, domethënë cila është ideja e këtij personazhi? Kur më mori Claudia Ibrahima, që është producentja dhe skenaristja e filmit, më tha mua Margent kam një personazh, tha. E përshëndesim Claudia, përshëndetje. Claudia, producente dhe skenaristja, dhe më tha Margent kam një personazh të çmur, tha. Do takohemi çik flasim, tha, ashtu. Unë pa diskutim, sepse unë kam pasur suksese me Claudion. Jo, mendova se mos kam pasur suksese me personazhin e çmendur. Kam pasur, po me çmendur patjetër, por kam pasur suksese me penën e Claudios, sepse Claudia ka bërë Aloftropoja, ka bërë Dy kish mjal dyshin, ka bërë serialin Hot. Po. Edhe pak a shumë diti skalisi mirë personazhet e di nxjerrin në patje ku duhet. Patjetër, i thash unë kam besim absolut tek ty. Dhe ma shpjegoj. Dhe ky personazh im është një personazh i cili si pak naiv, si pak mundohet t'i rregulloj gjëra ndërkohë që i prish pa dashje. I prish më shumë. Po, ndërkohë që i prish pa dashje. Dhe po nuk i mungon, patjetër nuk i mungon pjesa e shkatësisë, A mund të themi që personazhi yt është katalizatori në një farë mënyre i situatave komike? Bjordi thotë që është personazhi Joker i filmit. Okej. Është personazhi i cili personazhi im fillon dhe ngjarja kryesore, fillojnë faktet, rrjedhin shumë gjëra që rrjedhin nga personazhi im. Edhe bën pjesë të rrethanës të filmit. Dhe kjo detyrimisht e bën një personazh shumë të rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Dhe eksaktësisht katalizator, siç e Goni e përmendi, për gjithë lidhjen e filmit nga një pjesë në tjetrën. Nga fillimi deri në fund. Përpara se të shkojmë tek hapësira e radhës muzikore, do të bëj edhe një pyetje të fundit. Sa e gjen veten tek personazhi, nëse e krahason pastaj me Margentin në jetën reale? Të them drejtën, nuk i gjej fare. Okay. Po është një personazh i cili, si ta them unë, një personazh Aldrum, si quhet, Haldup, si quhet, një personazh Haldup, mundohet, jo shkon atje, jo kur bën një gabim, mundohet për atë shumë e saktë, shumë e bukur. Atëherë prandaj dhe thotë, çfarë të bëra, do të thënë, ndonjëherë edhe nuk i kupton shumë mirë ato çfarë bën. Është në këtij lloj Haldupi. Mendoj që Haldupi i tillë nuk jam. Haldupi i tillë. Po nga përshtypjen personazhe si ky i Odi Margent. Në thelb janë me zemër shumë të madhe, do të thënë këtë transmetojnë. Tani zemrën e ka shumë jashtëzakonisht të madhe, patjetër që edhe do shikoni dhe filmin se çfarë bën ky personazh në fund, se do ta shikoni, zemra e tij është shumë e madhe, edhe mundohet gjithmonë aty kur mundohet i prishi, edhe kur i prish do shkoj se zbën që prap t'i ndreqi, edhe se zbën do i shkojnë në pas derisa të arrisë rezultatit. Tani rezultati o do jeti keq o do jeti mirë, po që do arrisë rezultatin do arrisë se s'ka ku të shkoj. Atje ka shumë mirë. Pjesën tjetër mbetet ta shihni në film. Në kinema, nga data 11 prill nga pas nesër, edhe ka ngelur dhe një orar, 2 orare, se një 3 orare kanë ikur, kanë fluturuar. Nxitoni sa më shpejt. Do vazhdojmë të flasim vetëm për filmin, pra Luli dhe Goni Lemes, vetëm pas hapësirës muzikore American Authors, Best Day of My Life, dita më e mirë e jetës.